Egnatia është fituese e Kupës së Shqipërisë për sezonin 2023-2024. Djem të drejtuar nga trajneri Edlir Tetova në poshtë në finalen e zhvilluar në stadiumin Air Albania me shifrat 1-0 ekipin e Kukësit në një ndeshje emocionuese. Protagonist absolut i kësaj sfide ishte mbrojtësi i majtë Edison Dreca, i cili realizoi golin e vetëm të sfidës që pati vlerën e këtij triumfi të rëndësishëm. Kjo është kupa e dytë në histori që skuadra e Egnatias fiton gjatë historisë së saj. Flasim me presidentin e Egnatias, zotin Agim Demrozi, i cili ka investuar, ka ndërtuar këtë skuadër, një qytet i vogël, por që ka sukses, po fiton dhe po tregon se me dashuri dhe pasion, por dhe me stabilitet financiar mund të bëjnë gjërat mëdha. Urime për këtë trofe. Faleminderit. Një tjetër trofe e rëndësishëm vjen në Rrogozhinë, një qytet vogël. Po ndjehemi lumtur edhe këtë trofe e dedikoj djemve, familjes time, që më rënë gjithmonë pranë. Po shpresojmë që të marrim në trofeun tjetër, se kemi tjetrin tash për pak ditë. Shpresojmë. Sa e vështirë është që të ndërtosh gjithë ekip kompetitiv në një qytet vogël si Rrogozhina? Si çdo biznes ka vështirësi dhe veta. Por me punë arrihet çdo gjë. Unë jam gjithmonë pranë ekipit, pranë çunave, edhe duhet të bëj gjithmonë më të mirën për çunat. Egnatia ka arritur deri këtu me sukses, pse se kemi ditë edhe me zgjedhur elementet e duar që të drejtojnë ekipin. Si Klejdi Zenelaj, drejtori sportiv i ekipit, trajneri Edlir Tetova, ka meritet e tij edhe gjithë stafi. Fillim nuk u besuan shumë, por gradualisht fituat një kupa e dytë, shkuat finalit Superkupës, jeni shumë afër titullit kampion. Çfarë planesh keni? Planat tona janë të punojmë, edhe të fitojmë kupat. Këto janë planet, s'kemi planet tjera. Shpresojmë që edhe në Europë këtë vit na eci, se vjet u eliminuam me penalti, shpresojmë inshallah, me shpresë Zotit. Beson që me kontingentin që ke, mund të kesh sukses dhe ndërtohet një skuadër e cila të shkojë më larg edhe në Europë, sepse nuk është qëllimi të fitosh vetëm në Shqipëri. Por me zgjedhjet që kemi bërë edhe me afrimet e janarit, them që ekipi është komplet, po ndoshta 1-2 element na duhen për në Europë. Mora vesh nga çunat që do ketë edhe premio dhe me zor po të presin, unë tani po të vonoj pak e intervista, po... Janë të gëzuar edhe ikën. E majme sa ishte për në Ja, nuk e zbulojmë. Janë shpeshta këto premio? Çdo 3 fitore radhës e kanë premio. Me kapitenin Renato Malota, shoh që ke kupën. Si ndihesh? Po normalisht ndihesh mirë sepse kupa është një trofe, nuk është një gjë e vogël. Për mua është trofeu kupa e tretë që fitoj në karrierë. Jam i kënaqur normalisht sepse gjithë ajo mundi dhe djersa vitit u shpërblye me sukses. Kë ke shijuar më shumë, se ke fituar me disa ekipe, kjo është kupa e dytë që fiton edhe me Egnatian? Po, me thonë drejtën, normalisht kur je si kapiten e shijon edhe më shumë sepse ngre vjet, që mendoj që ky trofe këtë e kam shijuar shumë me Egnatian. Jeni bërë një grup shumë interesant tek Egnatia. Shpesh thuhet që ka edhe yje, po duhet të di brenda ju si përgatisni ndeshjet e rëndësishme, çfarë diskutohet, kush është sekreti i këtij triumfi? Po normalisht këtë vit ky ekip ka treguar që nuk ka individ, por ka grup. Forca e ekipit tonë është grupi, është fryma mirë që ne kemi brenda grupit dhe mendoj që kjo ka qenë është arma jonë më e fortë. Sa vështirë është fitosh trofe me një ekip vogël si Egnatia që ka shumë pak histori, por po shkruan historinë me grërë më të arta. Jo, mendoj që nuk është kur e ke ekipin e mirë, i ke gjitha forcat e duara për të përballuar apo për të konkuruar me ekipet që në letër kanë emër, nuk mendoj që është e vështirë. Kështu që dhe këtë gjë ne po e tregojmë dhe mendoj që do ta tregojmë dhe në finalet që ne kemi përpara. Përballë kishit Kukësin, një ekip ku ju keni bërë histori, keni luajtur, keni fituar, dhe pash që në tërësi ekipi kishte presion në disa momente. Ka që vështirë rezultoi finalit apo finalit gjithmonë janë të vështira? Po normalisht finalet janë gjithmonë të vështira sepse me thënë drejtën dhe me atë humbjen e penaltisë u vumi çik në presion. Por
finalet fitohen, nuk luajmë, kështu që jemi të lumtur për këtë. Ku mund të shkojë kjo Ignatja? Atëherë, pritshmëritë janë të mëdha normalisht, sepse duke filluar që nga presidenca, stafi dhe lojtarët, çdo gjë është korrekte, serioze. Mendoj që Ignatja në vitet në vazhdim do bëj shumë mirë dhe nuk mendoj që do nalet vetëm me kaq me fitimin e kupës, por na presin edhe tjera trofeje më të rëndësishme. Je një lider në zemër të mbrojtjes, por në tërësi tek ekipi Ignatjas. Çfarë ka ndryshuar? Je bërë si Vera, domethënë më i mirë, më shumë eksperiencë, shumë siguri. Si ndihesh tu te ekipi Rogozhinës? Po normalisht ndihem mirë sepse kam suportin e gjithë çunave, me kanë suportuar gjithë, me mbajnë shumë afër dhe mendoj që futbolli nuk ka më moshë. Nëse ti stërvitesh, nëse ti mban regjim dhe normalisht që ti do kesh gjatësi në sport. Edison Dreca ishte protagonisti absolut i finales, duke shnuar golin që i dha trofeun e Ignatjas. Për emocionet e golit dhe të këtij trofeu do të flasim pikërisht me Drecën. Urime fillimisht për fitimin e finales. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Trofej i rëndësishëm përballë një ekipi të vështirë, por finalet janë të vështira. Ne vlerësuam sepse normal Kuksi kishte eliminuar Partizanin dhe Tiranën dhe Kuksi e dim forcën e Kuksit. Pavarësisht se është në situatë vështirë tani, por është ekipi trofeshëm. Unë jam shumë i kënaqur domethënë që ne e zgjidhem dhe fituam ndeshjen dhe që morëm trofeun. Sa e vështirë ishte për ju në përgjithësi kjo ndeshje, pati presion, kishte momente delikate, pash Kuksin që ishte superior karshi jush. Pasi bom golin, ne normal që është ajo presioni për të mbrojtur rezultatin. Pastaj normal siç e preka më përpara edhe Kuksi është me merit aty ku është. Normal që ka një ekip cilësor. Pastaj besoj që i neutralizuam mjaft mirë, domethënë. Kishim dhe ne rastet tona për ta dyfishuar me rastin e penalltisë. Por kështu është futbolli, rëndësi ka që në fund dolim me trofeun. Tani Kupa e Shqipërisë është trofej e rëndësishme, mbanin Rogozhin edhe kishte skepticizëm fillim për një ekip vogël si Ignatja që të jetë protagoniste edhe me zë të fortë në këtë kampionat. Tani jeni edhe në Final Four. Sa motiv, sa ju karikon ky trofe për të shkuar tek ai i madhi? Patjetër. Ne kemi bërë një sezon mjaft mirë këtë vit, domethënë që kemi kryesuar nga java 5 deri në fund, domethënë që kemi mbyllë në vend parë. Normal që na dhemi çik kjo pjesa e Final Fourit, por besoj dhe jam besim plot domethënë që do bëjmë maksimumin, sepse kemi kontingjent lojtarësh mjaft cilësor dhe besoj që jemi ekipi më i mirë. Këtë sezon ke pasur performanca të nivelit lartë. Lojtar shumë i rëndësishëm për ekipin e Ignatjas, jo vetëm në mbrojtje, por edhe me performancën, me asist, me ndihmën që ka dhënë për ekipin. Ke kërkuar titullin në disa ekipe, tani tek Ignatja, ke fituar 2 kupa, mendon që ky është momenti i dur që të kurorëzohesh kampion? Dhe shpresoj inshallah kam dhe i çik fat dhe në fund domethënë ta fitojmë këtë titullin kampion. Normal që mungon, e du si çdo futbollist domethënë që rritet me atë ëndrrë që të dalë kampion. Jemi afër, i kemi shkuar afër domethënë. Tani vetëm 2 ndeshje na ndaj. Ne do bëjmë maksimumin që të fitojmë të 2 ndeshje dhe të dalim kampion. Fakti që luhet në Tiranë, fakti që nuk do keni atë mbështetjen e madhe të tifozëve, ju penalizon, e keni menduar, çfarë përgatisni dhe mendoni në prag të këtyre ndeshjeve kaq të rëndësishme si finalja që fituat sot, por edhe ato që po vinë? E kuptoj këtë pjesën, por ne kemi ditë që në fillim domethënë që do bëhen ndeshjet në Tiranë në Real Albania. Normal që tifozët edhe sot ishin shumë dhe uroj shpresoj dhe ju bëj thirrje të vinë edhe më shumë. Do bëjmë maksimumin që ta çojmë trofeun në Rogozhin. Duke qenë se golat në finale nuk shnohen shpesh, aq më shumë nga i mbrojtës. Keni një dedikim të veçantë për këtë gol që ishte vërtet i bukur në fakt? Patjetër. Unë golat gjithmonë ja kam dedikuar domethënë nipit tim, që tani po rritet dita ditës dhe fillon të kupton futbollin edhe më shumë, domethënë që më ka një këçi i vogël, që ishte edhe sot në stadium që ka i shkova festova. Uroj shpresoj domethënë që ai në vazhdim, që tani vesh panellat e mia, domethënë performon Ndreca, Daja. Uroj shpresoj që në të ardhmen edhe ai të ndjekë gjurmët e mia. E të bëhet normal më mirë se unë. Tani do të flasim me një nga protagonistët e mëdhenj të sezonit të Ignatjas, me fushorin Albano Aleksi. Albano, urime për fitimin e Kupës Shqipërisë. Faleminderit. Normalisht, patjetër rëndësishëm sepse kemi bërë një punë të madhe gjatë gjithë vitit dhe kjo është mbyllja më e mirë për Kupën dhe kjo është një trofe
për mua e rëndësishme sepse sa vinë mosha dhe edhe rritemi normalisht dhe sa më shumë trofej, më shumë ndjehem akoma më i ri për duhet futboll. Por kjo fal çunave sot sepse unë nuk mund ta dhira kontributin tim, por faleminderit çunave dhe stafit drejtues që arritëm ta merrim këtë trofe. Patjetër presidenca është bonus i madh për ne, por kjo është puna jonë dhe sa më shumë trofe të shtojmë klubit, aq më mirë është për ne. Erdhe tek Egnatia, gjithë një ekip kompetitiv, megjithatë sollëm shumë eksperiencë, grind mes fush, arrit të ndërthureni shumë mirë. Si ka qenë ky sezon për ju? Ky sezon ka qenë i lodhshëm, por kemi fuqi akoma për 2 ndeshje në vijim dhe normalisht jena përgatitur për këtë ndeshje sotshme, por festa kaq është, përfundoi, nesër jemi prapë stërvitje, por pa ndeshjen e Vllaznisë sepse kena bërë një punë të jashtëzakonshme që gjithë vitit të gjithë bashkë, edhe lojtarët që kanë qenë më parë që janë larguar, po edhe këta që na kanë ardhur na kanë ndihmuar, të gjithë bashkë kemi bërë një arritje të madhe deri në këto momente. Por e rëndësishme është që të rrimë këmbë tok, kemi 2 ndeshje të rëndësishme, e para është me Vllaznin dhe inshallah do zoti shkojmë në finale dhe pastaj të luajmë për titullin kampion. Sa e vështirë është fitosh trofe me një ekip të vogël si Egnatia? Normalisht trofet janë të rëndësishme në çdo klub që merr, por ndonjëherë më rëndësishëm bëhet trofeu që merr me ekipet e vogla e të mbahet mend për gjithmonë. Unë jam i kënaqur, trofeu i parë ka qenë Durrës dhe normalisht nuk e harroj Durrësin, po edhe Tirana që kam fituar Superkupën nuk e harroj normalisht, por kur e fitoj me një ekip me një qytet vogël, por me zemër të madhe dhe me fuqi shumë të madhe, shpresoj që pse jo ta marrë edhe trofeun tjetër dhe të jetë bashkë një vit i veçantë për qytetin e Rogozhinës dhe të mbahet mend gjatë gjithë jetës. Dhe shpresoj që ta fitojmë Rogozhinën këtë fundit. Ne do të flasim me Alen Sherin, protagonist në fush, protagonist edhe jashtë fushave. Fillimisht emocioni i veçantë që ti propozdosh dashurës në një ditë shumë signifikative kur fiton Kupën e Shqipërisë. Si u ndjeve në ato momente? Për zotin, domethënë të drejtën, nuk e di ta ndaj se cili ishte emocion më i madh. Edhe në fush kisha shumë emocione nga që ishte një finale dhe e di se sa do të thotë një finale për ekipin tonë edhe ishte një emocion tjetër, pastaj edhe pas ndeshjes kisha poshtë emocione, sepse normalisht për herë të parë, domethënë, edhe isha të ulë për herë të parë dhe normalisht kisha shumë emocione. Po nëse nuk do kishe sukses me Kupën, do e kishe bërë këtë veprimin? Jo, se besoj se jo do kisha shty për kampionat besoj. Pastaj por që jo, pas një umi jo, por që e kisha shumë besim që ne do ta fitojmë trofeun sot edhe prandaj kisha planifikuar edhe sot. Pastaj në rast kumi jo. Kam përshtypjen e dashura, nuk dinte gjë, ishte surprizë apo jo? Po, ishte surprizë, nuk dite gjë dhe kështu si koincidencë po më pyeste ta në kohën pse po na rrin kështu, sikur do më propozosh, e kupton, edhe po bëhet shaka, edhe sikur e kishte ndije ose do dukte atmosfera ashtu, por që Po çuna çfarë thanë, i kishe lajmëruar para? Kisha lajmëruar disa, të drejtë sepse nuk kisha domethënë nuk dosha që ta bësh aq të kryme, si më thon, sepse ishte një ndeshje shumë e vështirë për të bërë më përpara. Kisha lajmëruar vetëm disa nga ekipi, por që ishin shumë të mirë gjithë, ishin shumë suportiv, edhe më ndihmuan shumë edhe tek pjesa e propozimit, edhe ishte e gjitha shumë e bukur për mua. Kupa e dytë që fiton me Egnatian. Jeni kthyer një ekip që po fiton dhe gradualisht po shkoni drejt atij objektivit madhor. Sa siguri dhe sa ju motivon ky sukses në kupë? Po, ne ishim fituesit e kupës edhe na takonte që ta mbronim. Kemi pasur pothuajse të njëjtin rrugtim që kishim vjet me kundërshtar shumë vështirë me Laçin, me Vllaznin, po ashtu edhe kundërshtari kishte 2 ekipe tjera shumë të forta që vinë në finale dhe normalisht meritohet respekt. Por që finalet nuk luhen fund-fundi, por që fitohen edhe më vjen mirë që ngritëm trofeun e dytë. Tani besoj objektivi i klubit që në fillim sezoni ka kanë titulli kampion, jemi më afër se viti që shkoi. Kështu që shpresoj që ta arrijmë edhe këtë objektiv të klubit. I kemi gjitha mundësitë, mendoj që jemi më afër se ekipet tjera, besoj. Trofeut edhe shpresoj që të kemi edhe pak fat. Do të flasim me mesfushorin Arbin Zenullaj, i cili ka dhënë një kontribut të madh tek Egnatia gjatë këtij sezoni. Urime për fitimin e kupës, një trofej i rëndësishëm përballë Kukësit, një ndeshje që rezultoi e vështirë. Sa presion kishit në fushë?
Ju falenderit tjerë për urimin, po është e vërtet, ndoshta ne kishim më shumë presion pasi që Kuksi nuk kishte qahum nga kjo ndeshje, vetëm mund të fitote pasi si që dim që ka radhe nga kategoria dhe kjo ishte ndoshta shpresa e tyre e funit dhe e dinim që dohet një ndeshje jo me presion, po që dohet e vështirë dhe besoj që e arritëm. Është sezonimi dytë dhe kjo është kupa ime dytë me Egnation. Dhe qershia mbitor do ishte edhe kampionati. Në fund besoj që e kena fitu eksperiencën pasi që shumica e çunave që janë në ekip gati se ka 2 vite që luajnë bashkë, besoj se e kena fitu. Kush e bën të veçantë këtë sukses të Egnatias? Grupi, vetëm grupi. Jena të gjithë të bashkuar, jena të gjithë për i qëllim, si në të mirë, si në të keqe, jena të gjithë bashkë. Mirë, tani do të flasim me një tjetër protagonist të këtij sezoni të Egnatias, mbrojtësin Arbenit Xhemalaj, i cili ka pasur performanca tepër pozitive në zemër të mbrojtjes. Urime për fitimin e kupës. Faleminderit. Një trofe shumë i rëndësishëm, fitoni përballë Kuksit. Po, është e rëndësishëm, çdo finale është e rëndësishëm. E kemi humbur në finalen Superkupën dhjetor që ishme këtu dhe nuk dosha me dal prap humbës. Kështu që në shijon kja fitore. Rezultoi e vështirë për ballë Kuksit, pavarësisht atij golit ndrecës, në tërësi ndeshja ishte shumë delikate. Kishit presion, çfarë ndodhi gjatë atyre momenteve? Nuk është që kemi pas presion, kam pas më shumë presion. Kemi pas më shumë presion sepse Kuksi ka qenë shpresa e fundit për të, kështu që në fund donim fitues, kemi mujt me mbyll ndeshjen para kohës me penalltin që humbëm, po në fund e morëm kupën. Kush është sekreti i këtij suksesi të Egnatias? Të gjithë, besoj, nga stafi, nga presidenti, të gjithë lojtarët është suksesi, edhe sidomos këtë fitore dedikojmë Rafës që nuk e ardhën. Si e ndjek këtu tek Egnatia? Shumë mirë, kam kaluar shumë mirë, vitish kanë qenë shumë i bukur, kam pas shoqëri të madhe, edhe kam pas sukses, domethënë me ekipën, kemi pasën dhe kështu e shijon futbollin sidomos sa më shumë. Çfarë ka bërë më tepër përshtypje në Rogozhin? Është një qytet i vogël, pak njerëz, por shumë dashuri, shumë pasion. Futbolli, nuk do me thonë se qyteti është i vogël, po prap në si ekip jemi i madhe, kemi treguar atë, kemi qenë vend park, do me thonë gjatë kampionatit, kështu që edhe morëm kupën. Tani do të flasim me mesfushorin Fernando, i cili ka dhënë një kontribut të madh në repartin e mesfushës për Egnatian. I'm very happy second trupi in Albania. Fernando thotë që është shumë i lumtur për trofeun që fituam sot, i cili është edhe trofeu i dytë që ai fiton me skuadrën e Rogozhinës. Tani thotë jam shumë i lumtur sepse do shkojnë në Rogozhinë dhe do festoj me fansat që na presin atje. Ndihem shumë mirë tek Egnatia, qyteti më pëlqen. Give you support. Presidenti është shumë korrekt dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme, na jep suport dhe është korrekt për gjithçka që ne kemi nevojë. Presidenti na gjendet pranë. Finale gjithmonë luhen për të fituar dhe jo për të luajtur. Sot ishte një ndeshje delikate, Kuksi nuk kishte gjë tjetër veç se të fitonte, sepse siç e dim gjithë situatën që ndodhet Kuksi, e rëndësishme është që ne fituam, jemi të lumtur dhe tani do shkojmë të festojmë me fansat që na presin. Alessandro Ametaj, një tjetër lojtar i rëndësishëm i Egnatias në këtë sezon. Urime për fitimin e kupës, një trofe i rëndësishëm, kupa juaj e parë. Një emocion shumë i madh, ka qenë një rrugë shumë e gjatë për të arritur deri këtu, ende s'ka mbaruar. Jam shumë i kënaqur, jam shumë i emocionuar për këtë trofeun tim të parë në Superligën shqiptare, Kupën e Republikës të Shqipërisë. Si e ndjer këtu në Shqipëri tek Egnatia, si të kam pritur, ky është viti juaj i parë që luanin Superligën shqiptare? Fillimisht nuk them që adaptimin se kam pasur shumë të thjeshtë, po që mbas 6 muaj tutje jam ndjer shumë mirë se kushtet që kemi këtu janë shumë të vështira që i gjën në Europë. Falenderoj për këtë gjë, falenderojmë presidentin, gjithë stafin, drejtorin, kanë bërë një punë super të shkëlqyer, na kanë dhënë gjithmonë mbështetje në anën financiare në çdo gjë, edhe besoj që kjo është gjëja më e rëndësishme për një futbollist, se ti kur je i qetë në mendje arrin të fitosh gjithçka. Keni dhe ju një kontribut të rëndësishëm si zyrtar i medias. Kupa është një trofe që sjell shumë entuziazëm tek Egnatia në prag të Final Four. Natyrisht ndihem i lumtur mbas kupave me Dinamon
jam prapë, ku shkoj unë, bëj gjithçka, gëzoj gjithë komunitetin e sportistëve, e gazetarëve, të cilët na kanë qëndruar aty, na kanë përkrahur. Është një skuadër që e meriton kupën, e i konfirmoj dhe që do të bëj dhe akoma më shumë. E parafare është presidenti, garancia financiare, garancia njerëzore dhe i përditshëm në servitje, ditë natë pranë grupit. E dyta është një grup i mrekullueshëm. Djemt mirë kuptojnë edhe gjitha qëndrimet e trajnerit, vendimet e trajnerit, por po e theksoj prapë, jemi një familje madhe. Sekreti i grupit është puna intensive, punë dhe familje e madhe. Gjithë djemt pranojnë stolin, gjithë marrin përgjegjësi kur futen në lojë, nuk ka qef mbetje deri tashmi dhe kjo e bën më të sigurt.